Në dhjetor të vitit 2001, një ngjarje që në fillim u duk si një zhdukje e zakonshme, do të kthehej në një mister që do të zgjaste më shumë se 2 dekada. Më 9 dhjetor 2001, një burr nga Eden, Carolina e Veriut, raportoi në polici zhdukjen e bashkëshortes së tij, Michelle Handley Smith, një grua 38 vjeçare, nënë e 3 fëmijëve. Sipas deklarimeve të asaj kohe, Michelle ishte larguar nga shtëpia e saj si çdo ditë tjetër, por këtë herë nuk u kthye më kurrë. Fillimisht rasti u trajtua si një zhdukje e dyshimt, familja, miq dhe autoritetet nisën kërkimet, ndërsa çdo gjurmë e mundshme u analizua me kujdes. Por ditët kalonin dhe Michelle nuk gjendej, asnjë telefonat, asnjë mesazh, asnjë shenjë jete. Me kalimin e muajve, shpresa filloi të zbehej, ndërsa vitet kalonin, rasti u kthye në një nga ato histori që mbeten pezull mes dyshimit dhe dhimbjes. Familja e saj nuk u ndal kurrë së kërkuari, 3 fëmijët e saj u rritën me mungesën e nënës, një boshllëk që nuk mund të mbushej, por vetëm të përballohej. Për ta, Michelle nuk ishte thjesht një emër në një dosje policie, ishte nëna e tyre. Në shumë raste të tilla, me kalimin e kohës, shpresa zëvendësohet nga një mendim i dhimbshëm, se ndoshta personi i zhdukur nuk jeton më. Dhe kjo ishte ajo që shumica mendonin edhe për Michelle, por historia nuk përfundoi aty. Pas 24 vitesh heshtje, më datë 20 shkurt të vitit 2026, një informacion i ri do të ndryshonte gjithçka, një zhvillim i papritur që askush nuk e kishte imagjinuar. Michelle ishte gjallë, 62 vjeçaria u gjet shëndoshe mirë, duke jetuar një jetë të re larg familjes së saj, larg të kaluarës dhe pa asnjë kontakt për më shumë se 2 dekada. Një zbulim që tronditi jo vetëm familjen, por edhe opinionin publik. Pyetja që lind menjëherë në raste të tilla është: si është e mundur? Si mund të zhduket një person për 24 vite dhe të jetojë një jetë të re pa u zbuluar? Sipas informacioneve të deritanishme, Michelle kishte zgjedhur vetë të largohej, nuk ishte rrëmbim, nuk ishte krim, ishte një vendim personal për të nisur një jetë të re, një vendim që ndryshoi gjithçka për ata që ajo la pas. Por ndërsa për publikun ky ishte një mister i zgjidhur, për familjen e saj ishte fillimi një tjetër përballje emocionale. Vajza e saj, Amanda, reagoi publikisht përmes një postimi në rrjetet sociale. Ajo falenderoi të gjithë ata që kishin mbështetur familjen gjatë këtyre viteve, por fjalët e saj tregojnë qartë kompleksitetin e situatës. Do të them që nëna ime zgjodhi jetën e saj të re dhe ne e dim që është gjallë dhe për momentin kjo mjafton, shkroi ajo. Por më pas ajo shton një reflektim që tregon dhimbjen e vërtetë që mbart kjo histori. Është e vështirë të pranohet që ajo thjesht u largua nga të gjithë ne dhe nisi një jetë të re, një fjali e thjeshtë por e rëndë, sepse në këtë histori nuk kemi vetëm një zhdukje, kemi një zgjedhje, dhe kjo e bën gjithçka edhe më të vështirë për të pranuar. Amanda shton gjithashtu një element tjetër që lë vend për pikpyetje. Ka gjithashtu diçka që më shqetëson, që ndoshta diçka i ndodhi gjatë rrugës për në shtëpi, një mendim që tregon se edhe pse Michelle u gjet, shumë pyetje mbeten pa përgjigje. Raste të tilla janë të rralla, por jo të paprecedent. Në disa histori të ngjashme në botë, persona të zhdukur janë gjetur vite më vonë, pasi kishin ndërtuar identitete të reja dhe kishin shkëputur çdo lidhje me të kaluarën. Por ajo që e bën këtë rast veçanërisht të fortë është fakti që Michelle la pas një familje që nuk rreshti kurrë së kërkuari, dhe tani pas 24 vitesh përballen me një të vërtetë që nuk është as lehtësim i plot dhe as fund i qartë, sepse ndonjëherë të dish që dikush është gjallë nuk mjafton për të shëruar atë që është humbur gjatë viteve.